Moderatorja e njohur Bora Zemani ka reaguar për herë të parë ndaj theshë themeve që qarkulluan së fundmi për një ndarje të supozuar me partnerin e saj Donald Veshaj. Në një rrëfim të sinqert, Bora zbuloi se lajmet e pavërteta janë përhapur menjëherë sapo ajo ka postuar një foto të Donaldit, çka ka ngjallur reagime të shumta nga ndjekësit. Unë mora vesh që ishte shmendar një lajm për ndarjen tonë kur postova një foto të Donaldit. Unë mbush Instagramin me mesazhe: "Shqyr që nuk jeni ndarë." Më thonin shpesh sa herë postoja foto me Donaldin, tregoi moderatorja e habitur nga intensiteti i reagimeve në rrjet. E intriguar nga situata, Bora vendosi të hetojë se çfarë po ndodhte dhe u ndesh me lajme të rreme, të cilat jo vetëm që flisnin për një ndarje, por përmendin dhe arsye të pavërteta si xhelozia apo fshirja e fotove nga Instagrami, diçka që moderatorja e mohoi plotësisht. Bëhem kurioze dhe hap të shoh ç'po ndodh. Ku ishin këto lajme që jemi ndarë? Fusin dhe arsye të tjera, xhelozia që kanë fshirë fotot në Instagram, por asgjë nuk është e vërtetë, shtoi ajo. Deklarata e Borës duket se i ka dhënë fund spekulimeve që qarkulluan me shpejtësi në rrjetet sociale javëve të fundit. Çifti, i cili mbetet ndër më të komentuarit në showbizin shqiptar, vijon të tërheqë vëmendjen e publikut me çdo postim apo dalje të përbashkët të tyre.